A ka ndonjë rast ashtu që ju ka prekur juve ose ka mundur të shkoj me rrezik, por ka përfunduar me sukses? Patjetër kemi pas raste shumë, domethënë raste të cilat kanë pas sukses shumë të madh, ndoshta edhe nuk kanë besuar që do të kenë sukses, po suksesi ka qenë shumë i madh. Kemi pas raste kur pacienti për shembull thotë ende i kërkoj syzat, ende i kërkoj syzat ku i kam kur zgjohen prej gjumit, ose nuk i kam pa detajet e shtëpisë ose të oborrit ose lulet, nuk i kam pa më herët si janë duk më herët, domethënë prej asaj që nuk kam pa larg, domethënë është një metodë shumë falenderuese, e cila është e shpejtë me efekte anësore minimale dhe po, si ju ka bërë juve të ndjeni, me qenë se i keni dëgjuar ato fjalë nga pacientët e juaj, si ju ka bërë të ndjeni emocionalisht? Atëherë çdo mjek kënaqësinë më të madhe e ka kur pacienti është falenderues edhe gjithsesi na jep kënaqësi patjetër shumë të madhe. Po ashtu edhe pacienti pastaj ndihet mirë edhe ato fjalët që din t'i thot në atë moment të prekin më shumë se çdo gjë tjetër.